Të falenderojmë një herë për mundimin. Faleminderit juve. Dhe unë dua të dalë që të mos i përsëritem të njëjtën fjalë të gjithë. Tani të mos bëjmë të pa diturin, se ne jemi moshatar. Të mos bëjmë pa diturin, jo kush edhe, si edhe. Unë nuk ka edhe vllai tok këtu. Kemi ardhë bashkë këtu, ka marrë. Ai e ka bërë me qefitikat. Dha 2 milion lek, njërit aty, ja bëri me qefitikat, pronësi. Pra vllai ka tiske? Po. Pra po dhe këtu në këtë vend bësh me qefitikat? Po, na i po të them që të më bëjnë pa diturin. Unë kam marrë këtu disa herë, edhe Sandri ka ardhë. Unë kam jetë këtu zëvendës kryeministre, Belina Balluku. Ka qenë këtu? Po, këtu. Edhe deputetin e zonës, ky Mallakastriot. Këtu ku jemi ne? Po këtu në këto toka. Po ç'a doni këtu? Po kush i dha këto toka? Ata s'kan zbrit në aqyll, ata janë këtu. Ai që i ka marrë këto toka, ai fuqishmi. Që thonë tani që mu afroni atje se do vim të vrasëm, të pushkatojmë, të... Kush s'ka thënë kështu më? Po këta ore, këta të fuqishmit e këtyre. Kanë ardhur kërcënime? Po vinë kërcënime të fuqishmit. Po këta ore firmat që u japën këta. Pse si ka ardhë këtu mendoni ju? Ka ardhë vetaj. Ka pas mbështetje. Ai ka mbështetje qeveri. Që vjen e zë tokat e i bën kripore. Ti shikon këto toka, këto mille. Ne i mjellëm, jongjë. Po jo më shofun që është shishila ajo. Po si nxjerr ai, ku e merr atë fuqi që i nxjerr ai bën kripore? Edhe i bën panela diellore. Kush i bën këto? Vetë një njeri? Pse s'kemi fuqi ne ti bëjmë këto? Ne me gjithë këto letra, me s'di gjë thot përfaqësuesi ish komuna këtu. S'di gjë thot ai, hap gjyq. Po pse do hap gjyq? Ti u paguaj taksat. Ai jo vetëm që më merr tokën, po u do paguaj edhe taksat. Se ai s'ma ka heq tokën. E ka mu tokën. Ai merr taksat nesër. Ja erdhi viti u do paguaj prap taksën. Që tokën po ta marrin do paguash taksat? Po si ora ai thotë ke ti? U jam pronar. Ai s'ma ka heq tokën. Pra s'te heq po ta merr. Po, më merr taksën, më merr lekët e thotë që të zgjidhen gjyq thot, se unë do të marr taksën. Si u merr tokat këtu, se ti një herë do pjeç. Vëna si fshatin këtu i duhet kjo toka apo si duhet? Po të pyeti njëri ty? Po hiq ore, hiq, as për një kush e pjet. Duan ta dinë rrojmë apo nuk rrojmë në sa tokat kanë marrë? Po 12 dylim, ja këtu e kam. 12 dylim? Këtu, ja këtu. Ja, në kratë, ti kjo tokë, ja kjo. S'na pyet njeri, na bëjnë si thash të pa ditur, rrojmë apo s'rrojmë, se përderisa shteti, ki shtet, edhe me 7.501, zori një liq, që përfitojnë vetëm ata që ishte lindur, po shqiptarët që lind tani ku do vena ai vllai si jep, babai ku do e gjoj, nëna, ku do vej ai edhe pse një shqiptarët, po ku ai s'ka as tok bujqësore, as truall as një gjë se si ka dhënë ligj. Ti po flet për të rinj që nuk kanë lindur në 91-shin. Po s'ka drejt ai me ligj s'merr dot. Se vllai ai që ka përfituar ka që 91-shin i lërë nuk i jep. Ç'është kjo që të vesh të lutesh të bësh letrat me hipotek, po pse do lutem me t'jap 100 miliona lek që ti bëj? Ke tentuar ti bësh? Po si ore, si të them, ku e kam ta jap shembullin faktik. Vllai gjeti një rrugë e i bëri letrat, i mori me hipotek. Ky s'pati lek, s'pati rrugë. Po ç'rën si ka? Këtu duket shikare se ç'a bëjnë këta. Këta duan t'i marrën frymën dhe këtyre pleqe që kanë met këtu, t'i futën dhe gjallë. Ja vjen tjetër e bën. Shiko se ç'a bëj. Po si mund ta bësh këto kështu ore? Po pse vetëm korrent do ham ne? Po ishe ti kur e futën këtë hodhën këtë zallin këtu? Po, kemi ardhur disa, po kush na piet neve? Po këtu s'futej dot dhe sikur po det krije plaku s'të lë të futesh këtu, po det, po të më jetë në lidhje. Po këtu kanë met vetëm hajdut. Por një krye plak të vi. Si futej ti në zonën time? Këtu një mbështetje të kemi të komunës, të krye plaku, të vi, të na mbështesi, të shikojmë pronën, ta mbjell. Na kanë ardhur. Krye plakun jo, nuk na ka ardhur krye plaku. Nuk ka ardhur. Jo, nuk ka ardhur. Nuk janë marrë. Nuk di që ç'a bëhet thot. Dhe të gjithë na distancojnë dhe thonë vetëm tek hipoteka. Atje është tërë problemi. Të gjithë na distancojnë. Na thonë ke letër nga ne, okay, po, këtu, po, te qarku, po. Vetëm neve kemi gjithë largojnë përgjegjësi nga vetja dhe gjithë përgjegjësinë ja hedhin ata, ja hedhin hipotekës. Dhe neve ja hedhim hipotekën sepse këtu ka bërë bi vendosi hipoteka në pronat tona. Tani,
Kush e Ose ka bërë pa urdhër ose andej, hipoteka. E ka bërë me urdhër. Jam pro urdhit, ka pas mbështetje të gjitha ndej, po firmë ka hedhur hipoteka dhe ata thonë shkon te firma. Ai ka pat një urdhër. Ore, kush e administron territorin? Administron bashkia. Komuna, Po e Lemën. komuna bashkia. Komuna, Po pra qarku. tani komuna Po. nuk duhet administroj vetëm letra, duhet administroj territorin. Komuna Se s'ka ardhjer komuna ti thot ti zotërisë si ka mundësi ti i ka çuar letër Ka komuna qenë zotërisht, bashkë me ata, edhe komuna. nuk i kthejnë përgjigje zotëria. pra dhe komuna e mbyll atë. Edhe komuna e mbyll. Nuk më erdhi përgjigje. Qa ju thot juve nuk, i gjyq, unë i kam thënë nuk të erdhi përgjigje, Po, po hajde e më ka mbështesi. Të punoj tokën ta mbjell, se të kam dhënë taksat. Hajde më mbështet. Mbase s'ta çon për 20 vjet shkresën ato. Hajde më mbështet, nuk na kanë ardhur të na mbështesin sepse nuk kemi fuqi Po në plot. gjyq nese do Shkoni në gjyq thot. Jo, Po në gjyq i sjell prokuroria ata si çojmë dot neve. I thret prokuroria Jo, do vina. vim pal me ju në kuptimin Jo, t'ju mbështesin. No, nuk Po jo se nuk ai ka firmos te. Jo. Ata kanë marrë firmën këtu. Jo. Ai pa firmën të këtire, nuk e bën dot atë. Hipotekë. Pra ti po thua që i njëjti që ka firmos letrat për ju është i njëjti që ka firmos dhe për këtë? Po si do e bëj? Si do e marrin ndryshe? Si Ligjërisht, logjika po si. se s'marrë në komunë, Po? ligjërisht, po s'u morë në komunë, Bravo, po. nuk ka mundësi... Jo mos se ka ndodhur që i ka bërë hipoteka të pastra mbi vendosje. Letra falso mund bësh si dush. Po, për me ligjërisht, du të merret në komunë, komuna e nis Ja, për cilë- Ore, ligjërisht fillon nga kryeplaku. Kryeplaku ja çon njësisë administrative, njësi administrative bashkisë madhe. Kurse ne, pyesim kryeplak s'di. Pyesim kryetarin e njësisë Po, s'di. vendore, s'di. Pyesim në bashki, s'dim. Pyesim në qark, s'dim. Me fjalë, Prefekturë s'din, në prefektur, të gjitha këto institucione, S'kam që djeni. po i marr, këto thonë nuk dim. Shkojmë ne, kërkojmë letra. Po, Letra të po, cilat na i po. kërkojnë ASHK-ja. Po. Ne i marrim letrat të rregullta, çdo gjë me rregull. Unë se si funksionon tani ky shtet, unë këtë se kuptoj. Pse? Mund ka ba një pasaportizim në Levan. po, Buk, me ka pajis me tokën në Levan. po. Kam edhe një listë, kam një listë ku janë të gjitha ato familjet që janë trajtu me tokë etj. Po, Me ka shnu në një blok që e ke filmu, që tash po, libri po, i po, tatë. po. Dhe, Listen. por çdo vit, në qoftë se unë e kaloj vitin, unë e paguj me kamat vanes, Taksët. taksën. Që unë jam i detyruar, për lejen herë që nuk të bën kush asnjë lloj shërbimi, kërkun, fjala e parë thot, ke pagu taksat, pra që ne, si pas kësaj sa gjikoj, unë s'kam shumë, po një 22 vjetë mësuesi kam, dy palë të rumë kanë met, se më së në shterë. Një tje mashallah. Po, tani, unë di që funksionon nga njësia vendore, në bashki, në prefektur, në qeveri. Kur vjen fundi, këta institucionet të i na japin gjitha letrat, në qeveri, se di që se këthën kush përgjigje, shkruj sa të dush, ndashtë i Albania, ndash nga të dush kërkoje, nuk të këthën kush përgjigje.